kaq shumë të shqetësuar, sepse emrat e tyre dalin në dosjet e SPAK-ut. A kanë qenë personazhet e botës krimit, blerës së këtyre? Po, më kanë qenë. Jo, ato mund të kenë qenë klientët, ti si detyruar. A kanë qenë ti ata? kërkosh dëshmi penaliteti. A kanë qenë ata këtu investitor? Po, më kanë qenë. S'po thon njëri s'kan qenë. Po ti duhet ta ndash qartë. Tani ç'a ndodh? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk arrestohet Mark Zuckerbergu, as Jeff Bezos. Po i vjet një gjop $2 miliard që ai ti dorëzoi te thasari i shtetit. I nuk mbajt ai në burg, se ti vret lopën që mban me qumësht. Në Shqipëri, në qoftë se kompanitë e biznesit, nëse do ta kisha në dorë, nëse kompanitë e biznesit, kompanitë e mëdha kanë bërë gabime të tilla, kanë bërë vepra penale, janë përfshirë situata të tilla, ti i penalizon me para që shkojnë në buxhet shtetit që kthehen në të mirë të shqiptarëve. Nuk futi biznesmenin në burg dhe shpërbën kompaninë dhe ty të bien gjithë vlerat. Janë kapur një organizatë shqiptare, janë kapur kriptomonedha. SPAK-u jon s'ka portofol, ku ti mbaj kriptomonedha? Momentin që janë kapur kriptomonedhat vlenin $14.5 milion. Në pas 6 muajsh ato mund bëjnë $30 milion. Sot mund bëjnë 0. Si nga ta di SPAK-u i shkret tani dhe ku ta mbaj atë? Dhe ti s'mund të hysh tash në operacione të tilla, sidomos në ekonomi dhe sidomos në biznes, kushdo qofshin ata, pa i ndarë qartë shapin nga sheqeri, duke i dhënë ti argument gjithë anarkistëve që shiko fajin e kanë këta se ja ku janë këta të përfshirë, po më është paraja, te paraja shkon biznesi, politika, krimi. Kto janë grerzat që shkojnë me vrapati. Por ti nuk mund të thash shi ç'a ndodhi. Në çështjen ndaj mos gaboj kryetari i bashkisë Elon Veliaj, janë edhe disa biznesmen. Dhe masa sigurisë që u vu për ta, ishte detyrim paraqitje 2 herë në javë. Dhe vetëm parakalimi që bënin ata. Para kamerave. Nuk di një institucion në botë që të rrin kamerat aty, u kanë bërë dhe install atje dhe mbulesën dhe numërojnë kush hyri, kush doli, sa qëndroi. Nuk ndodh. Dhe ky është lajmi. Nuk ndodh. Dhe pastaj në fund thot mjeshtri i intrigës këtu te media, ne tani në fund thot e ka shënuar se i erdhi ju kthe mbrapsht ajo. Në fund, mbasi lexon ti 30 minuta shkrim, në fund thot personi në fjalë prezumohet i pafajshëm. Po ti e ke bërë cop atë. Në qoftë se ti je biznesmenat aty, ku shkon më bën ortakëri me ata? Ku shkon më të bashkëpunojnë në investime ata? Tash unë nuk jam në mbrojtje të biznesit. Mua më intereson. Jo, ti je në mbrojtje të biznesit, por nuk je në mbrojtje të shiko, unë jam në mbrojtje të krimit që mund të jetë ngatruar me biznesin. Te ekonomisë shqiptare. Po, mo krimi është futur thellë dhe u fut sepse e lejua, nuk krijua kjo lloj industrie në vend. Por ne duhet ta ndajmë, thash, nuk duhet të vrasim lopën që mban me qumësh. Dhe lopa që mban me qumësh ekonominë janë ata që krijojnë vende pune, janë ata që pagojnë taksa, janë ata që financojnë në këtë vend. Nëse ti thash, shkoni futesh shkollajs, ata nuk janë shumë. Me listën e kur është bërë operacioni i fundit, Fredi, sa më sollën listën dhe thash, më falni, po më duket sikur ishin ato 20 veta. Drejtorisë së VIP-ave të tatim taksave i ka humbur thash borderoja, sepse këta që janë këtu janë brenda kësaj liste. Brenda kësaj liste. Pra, është shumë e rëndësishme. Por rasti Aruba si është? Rasti Aruba në fakt me që ke qenë nga të para që e ke artikuluar. Po jam në proces aktualisht gjykatën penale. Jo më larg se sot kam qenë në instancën e radhës, sepse kur e kanë bërë pa dinë ata nuk e dinin çfarë do dilte mbrapa dhe kam menduar që unë kisha më dëgjuar. Nuk mendojnë që unë kam qenë atje dhe jam marrë më. Ka qenë në Aruba? Unë kam ndjekur kam qenë në Miami dhe kam folur me ata që kanë qenë në Aruba. Kështu që ata ti ke qenë në periudhën kur u bë takimi i Arubës. Mbasi është bërë takimi i Arubës, unë kam bërë publikimin në media. Po. Dhe ata që kanë qenë takim, më ftuan dhe më thanë të sqarojmë që të mos gabosh, ti je i saktë për çfarë është folur. Në fakt, që në momentin parë, unë këtë gjë kam marrë vesh nga hetimet e prokurorisë belge. Unë isha thirrur për dëshmuar në Prokurorinë Federale Belge, për një çështje për Toyota Yaris, nëse kujton, që është një çështje që përfshihet krim organizuar dhe politika. Që erdhën para dhe në Belgjik është bërë biseda mbas se herën e parë kam dëshmuar 6 orë aty. Dhe herën e dytë pastaj duke folur me oficerët e federal, hetuesit, se policia gjyqësore federale më morin pyetje dhe njëri nga ata më dha informacion për këtë gjë. Dhe ai më dha me idenë që ai njeh ta person. Tani çfarë është në vetvete që mos hako rasti Aruba. Rasti Aruba është një takim i cili zgjedhur të bëhet në një ishull si them në një ishull argëtimi,
Sepse personazhet që janë takuar aty janë personazhe që pëlqejnë, që janë ose pronarë të lërave të fatit, pra të kazinove e ku diun çaj janë të tjera, Industria. dhe si industri, ose janë frekuentues të këtyre lloj resorteve. Dhe me qenë se një pjesë, pra ata të Europës, nuk mund të shkonin dot në Shtetet e Bashkuara, se kishin një ngarkesë penale, u gjet që ata të Amerikës dhe këta të Europës të takoshin në një vend të ndërmjetëm. Dhe ky vend i ndërmjetëm të kishte edhe këtë aksesin tjetër, të kishte edhe kazino. Pra dhe pa pengesa për pjesën e vizave dhe ata të argëtoshin kalonin kohën. Sepse janë të pasur. I rrugë 2 Pra, janë njerëz kanë qenë javë ata. Dhe ata nuk e kanë ditur që autoritetet belge po përgjonin, po ndiqin këta që erdhën nga Europa. Dhe prandaj u zbulua takimi, se ndryshe ne s'do ta dinim kur. Dhe takimi në Aruba, edhe pse në Shqipëri, po e kam parë në media europiane, është shfrytzuar për të thënë që aty është bërë një, pra e kanë përshkruar me takimet që bënte karteli i Medelinit ose karteli i Kalit. Aty nuk ka qenë një takim ku është bërë një marrëveshje për narkotrafikun. Aty ka qenë një takim ku është biseduar për të bërë biznes dhe për të investuar në projekte të mëdha biznesi në Republikën e Shqipërisë. Kryesisht ndërtim apo? Kryesisht në turizëm dhe në ndërtim. Sepse njëri nga personat që ishte aty, ishte Artur Shell, i cili ka shumë sipërfaqe toke në Jugollavi, për rasti Zvërnecit, kjo ka qenë para Zvërnecit. Madje disa nga personat që kanë shkuar në Europë kanë kërkuar në atë kohë të ndërtonin një hotel me një vlerë diku te 35-40 milionë euro në Zvërnec. Dhe zotriu ka thënë që unë kam një projekt goxha më të madh, që është projekti që ne po shohim sot, sepse nuk ka limër ta ditës, është goxha në kohë, dhe ka thënë që nuk kam interes për këtë lloj investimi, sepse më prish projektin e madh, por kur të filloj projekti i madh, nëse doni të përfshiheni në atë si investim, ju mund të futeni ose si blerës të një, sepse projekti fillestar, aty ka patur në plan të dotohen 12.000 apartamente. Pastaj janë 2 mole, aeroporti është vetëm 10 minuta afër. Pra që fillim kur është fol për Sazanin, e kam ditur që Sazani është një fllucke e madhe, sepse infrastruktura në Sazan nuk të lejon ty të bësh sot një resort dhe kostoja që ta kthesh Sazanin në një resort turistik është shumë e madhe. Dhe duke parë logjikën e biznesit që bëhet në një vend si Shqipëria është që të investohet në një vend ku fitimi të jetë i madh dhe ta marrim në një kohë sa më të shpejtë. Dhe Zvërneci i plotson këto kushte, sepse ka kollaj dhe infrastrukturën e arritshme. Shiko, kohën e komunizmit ditë shumë mirë që ushtria shqiptare çonte në çdo 2 ditë një cistern me ujë që të mbante. Po s'ka ujë pishëm. Pra një vend që s'ka ujë, shumë i pafavorshëm. Unë kam marrë vesh, nuk e di a ke dëgjuar ti, po në Shqipëri ka qenë një projekt për të ndërtuar një resort identik si Palma në Dubai. Pra do ndërtoj në det, që të mos kishin edhe problem. Po. Dhe ka qenë në zonën midis Golemi dhe Durrësit.